Imam Musa Kadhim, paqja qoftë mbi të, dhe Bishri këmbëzbathur. Një ditë Imam Musa Kadhim, paqja qoftë mbi të, po ecte në një rrugicë dhe dëgjoi zërin e muzikës. Imami ndaloi dhe filloi të vështronte se nga vinte zëri. Në ato moment, nga një shtëpi doli një vajzë për të hedhur mbeturina. Imami e pyeti: "I zoti i kësaj shtëpie, është rob apo është i lirë?" Vajza e habitur i tha: "I lirë." Imami i tha: "Të drejtën the, po të ishte rob, do t'i friksoj padronit të tij." Vajza u kthye dhe i zoti i shtëpisë, i cili quhej Bishr, e pyeti për shkakun e vonesës. Ajo i tha: "Një burr kaloi pranë meje dhe më pyeti: I lirë është i zoti i kësaj shtëpie apo është rob?" Bishri i tha: "Po ti si u përgjigje?" Vajza i tha: "Unë i thash që është i lirë." Dhe ai më tha: "Të drejtën ke thënë, se po të ishte rob, do t'i friksoj padronit të tij." Kur i dëgjoi fjalët e vajzës, Bishri u zhyt në mendime dhe ndjeu se këto fjalë e lëkundën nga thellësia e brendësisë së tij. Menjëherë, ashtu këmbëzbathur, u nis pas imamit për të shfaqur pendimin e tij dhe kthimin e tij në besim e në fe. Që nga ajo ditë, ai është i njohur me epitetin Bishri këmbëzbathur. Ai u bë i njohur në adhurim dhe asketizëm.